E rëndësishme është që Shkëndia shënoi fitore dhe rëndësishme që ne pas ndeshjes kundër Samsunsporit, pas udhëtimeve, stërmundimeve të gjata, normalisht unë e prisja si ndeshjet të ndërlikoher dhe për mua e rëndësishme është që morëm 3 pikë. Për mua është rëndësishme që si them reaguam pas pasimin të golit dhe gjithashtu karakteri i skuadrës është për të përshëndetur për shkak se bën disa ndeshje që fitojnë pjesën e dytë. Profesor, në çka të asocion kjo që skuadra në disa ndeshje më radh në kushte krejtësisht ndryshme, njëri jemi negativ, e përmbys, pastaj ka e përsinë, e humb dhe arrin ta rikthej, të asocion që ekipi është i gatshëm për të përballur me çfarë do lloj sfide që i del përpara? Patjetër se ne jemi skuadër cilësore, normalisht, ne tani kishim disa probleme para ndeshjes, kishim disa futbollistë që ankoheshin lëndime apo që ishin edhe me gjendje gripale dhe nuk mund të rrezikonin nga fillimi i ndeshjes. Normalisht kishim edhe futbollista me kartonat që do të rrezikonin ndeshjen e ardhshme, por ato do të aktivizohen, disa u aktivizuan, disa edhe morën kartonin e 5, që unë sinqerisht e prisja. Dhe përgjithësi më pëlqen lufta dhe grinda e skuadrës. Normalisht tani ne vim nga një sër ndeshjes shumë fuqishme në derbi dhe këtë skuadër që gjatë gjithë kohës rrin mbrapa dhe unë më shumë jam i mbërzitur me pranimin e golit parë, për shkak se kur pranon gol tensioni rritet akoma më shumë dhe normalisht pastaj krijohet edhe një lloj trysnie ndaj skuadrës dhe në këtë situatë fizike që jemi ne për momentin unë realisht nuk mund të pres më shumë përveç se mendoj se Shkëndia duhet qëndroj në fund ndeshjes mos rrezikojmë që të vijë situata që të na shpëtojnë 2-3 situata portieri apo edhe ekipi kundërshtar të mbrasë. Kështu që jam i kënaqur me 3 pikët dhe është një ndeshje për tu harruar normalisht. 4 pikë shkurtohet diferenca me vendin e parë përpara derbit ditës së shenjtë. Është ky moment pozitiv për skuadrën sepse gjithë këto gjëra të tjera harrohen nëse rikuperim dhe gjithë vëmendja tek sfida me Vardarin e Shkup. Normalisht që është një fitore që shijon për shkak se është fitoria e 4 me radhë në pranverë. Shqetësuese është situata që ne kemi vetëm 2 ditë për të përgatitur për dallim nga kundërshtari që ka 5. Dhe unë besoj që në këto aspekte dhe në këtë aspekt dhe në shumë aspekte tjera unë nuk dua të fuz veten këtu, pavarësisht se unë jam pjesë e Shkëndijës, por Shkëndia si klub meriton respekt shumë më të madh. Atëherë, në ndeshje me Vardarin, do të bësh ndryshime në formacion apo do t'i përshtatesh situatës që i ke? Normalisht kemi futbollistë të cilët janë me lëndime, kemi futbollistë që morën edhe kartonin e 5 që të jenë suspenduar dhe besoj që futbollistët që të jenë të gatshëm 100% në aspektin fizik dhe në gjitha aspektet tjera do mundohemi që të nxjerrim ekipin më të mirë të mundshëm për momentin. Pavarësisht se për mua gjithmonë shumë është e rëndësishëm futbollistët që futen nga pankina se si do reagojnë, për shkak se jo rastësisht ne kemi futen sot 5 futbollistë të cilët janë futbollistë formacionit bazë. Edhe duhet të punohet në sistemin psiqiko-taktik për ndeshjen me Vardarin. Mendoj se duhet të punohet në gjithë aspektet.